Kristi Lama i zbulon për herë të parë të vërtetën, ja çfarë më detyroi të ikja nga muri. Kristi Lama, një nga banorët më të spikatur të këtij edicioni të Big Brother VIP, tregoi në një studio televizive përjetimet pas largimit të tij nga gara. Këngëtari u shpreh se e rëndësishme për të ishte të mbahej mend dhe këtë sipas tij e ka arritur. Kristi tha se vendosi të largohej pas luftës së brendshme deri ku mund të arrish. Është një nga ato eksperiencat që shenjon në jetë. Ajo njohja më e mundimshme është të njohësh veten. Unë kam parë Big Brother dhe e njeh kapacitetin tim, mendoja që mund ta bëja, e kisha ndjekur formatin. Aty brenda është një magji, e një vete në të gjitha dimensionet, e gjithë që nja njihet. Jemi të përbërë nga e mira dhe e keqja, ti kupton ku është limiti. Unë vendosa të largohem për shkak të luftës së brendshme, deri ku të shkosh. Aty është një reality show, e rëndësishme është të mbahesh mend. Unë mendoj që mbahem mend. Unë ngjita te ai mur dhe nuk zbrita, u shpreh Kristi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.